e kemi pranuar rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, kemi marrë pjesë në takime me zotëri Kurtin, edhe pse kjo nuk ka qenë lehtë, sidomos pas gjuhës fyse që ai ka përdorur në vazhdimsi ndaj partive opozitore, por kemi shkuar në ato takime, sepse kemi menduar për Kosovën, dhe jo për inate politike. Kemi mbështetur idenë e një kandidati konsensual nga familja jashore. Nuk e kemi mbyllur mundësinë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse politike. Madje, në fund, kemi ofruar edhe një marrëveshje të kufizuar vetëm për zgjedhjen e presidentit. Pro, alternativa kishte nga ne si Parti Demokratike. Zgjidhje kishte. Mungoj vetëm vullneti politik i sinqert i tyre. Ose thënë më saktë, në lëvizjen vetëvendosje, mbizotëroi etja dhe dëshira për pushtet dhe kontroll absolut. Dhe këtë ne nuk kemi mundur as ta pranojmë, as ta lejojmë, sepse dëmi që do t'i bëhej vendit do të ishte shumë i madh. Megjithse tani situata është e qartë dhe qytetarët e kanë parë, pasi e kanë kuptuar se nuk dinë as të qeverisin, as të prodhojnë rezultate konkrete për vendin, shumica parlamentare, përkatësisht lëvizja vetëvendosje, ka zgjedhur të abstenoj nga përgjegjësia e qeverisjes dhe të prodhojë kriza të njëpasnjëshme politike. Mesazhi është i thjeshtë. Ose do t'i kontrollojmë të gjitha institucionet, ose nuk do të ketë stabilitet. Prandaj, sot Kosova ndodhet përsëri në një situatë të pasigurt institucionale, më shumë se një vit me tensione politike, me zvarritje, me kriza të panevojshme dhe me institucione që nuk funksionojnë me kapacitet të plotë. Por një gjë është e sigurt. Kur do që të jetë data e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme. Ne do t'ju drejtohemi qytetarëve me një program të qartë për stabilitet institucional, zhvillim ekonomik dhe qeverisje serioze. Sepse Kosova nuk ka nevojë për kriza të reja të vazhdueshme politike, Kosova ka nevojë për përgjegjësi. Aja kërkon 2/3 të votave në kuvend, pra kërkon marrëveshje politike, dialog dhe kompromis. Prandaj edhe pyetja tani është shumë e thjeshtë. A u përpoq shumica parlamentare të gjejë një marrëveshje, apo thjesht e zvarriti procesin deri në orët e fundit, pikërisht për të mos e zgjedhur presidentin. Fatkeqësisht doli kjo e dyta. Doli që shumica parlamentare, me vetdije të plotë, kishte përdori besimin e 51.1 të qytetarëve që morën pjesë në zgjedhje. Në vend që të kërkohej një marrëveshje, ata vendosen që edhe posti i presidentit të takonte atyre. U propozuan kandidat partijak, pa asnjë marrëveshje dhe pa votat e nevojshme. Dhe atëherë lind një pyetje tjetër shumë e drejtë. Nëse e di që nuk i ke votat, pse e bën këtë? A ishte qëllimi zgjedhja e presidentit, apo ishte krijimi i një krize të re politike? Sepse në politik ka një rregull të thjeshtë, kur nuk i ke votat, kërkon marrëveshje, kërkon kompromis, kërkon konsensus. Por kur refuzon marrëveshjen dhe insiston vetëm në kandidat partijak, atëherë mesazhi është i qartë. Problemi nuk është presidenti, problemi është dëshira për ta kontrolluar çdo institucion të vendit. Dëshira për të nënshtruar të gjithë aktorët e tjerë politik ndaj një mentaliteti autoritar, pra për ta kopur çdo institucion. Dhe pikërisht kjo logjik na ka sjellur sot këtu. Sepse ju e dini, të gjithë, presidentët e zgjedhur në Kosovë
ka ardhur si rezultat i marrëveshjeve mes partive politike. Kuvendi asnjëherë nuk ka dështuar të zgjedhë president në të kaluarën. Kjo është hera e parë. Duket se për këtë shumicë parlamentare, fatkeqësisht, fjalët marrëveshje, kompromis u konsideruan si të këqija, të ndaluara apo të dëmshme. Ndërkohë që ju e dini se Partia Demokratike e Kosovës ka vepruar ndryshe.